الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي والسلام عليه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. عباد الله أوصيكم النفس بالتقوى الله عز وجل فإنها وصية الأولين والآخرين. قال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة وجد اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء فسأل عليه الصلاة والسلام عن صيامهم فقالوا له أو قيل له إنه يوم يعظمه اليهود لأنه انتصار موسى عليه السلام على فرعون. من الله تمشي Pacha, mëshira, rahmeti Allahu xhalla shanu qofshin Muhammedin alayhi salatu wassalam. Me familjen e tij, me shokët e tij dhe me gjithë ato të cilët e dëshmojnë atë deri ditën e fundit. Vizitar të nderuar, s'ka dyshim që historia islame dhe vetë Kurani dëshmon për shembull atyre burrave që unë folë diçka në bazë. Dhe njëri për tyre që kalon gjuhën të thellën histori, jo vetëm në kohën e vet, por që di që vetë Kurani edhe Mushan i jep figurës dhe personazhet të këtij burri, të njeriu devotshëm dhe sta krijeset përkushtuar ndaj Zotit, të njeriu misionar ndaj revelatës hyjnore dhe këtij robi me cilin i molli Zoti xheleshano e rriti që vogli, e mësoi dhe edukoi, e bëri profet atë derisa e mori afër vetes. Sa herë vjen muaji Muharram, me cilën ne jemi sot datë 7 të muajit Muharram e vitit 1436. Ne na kujtohet pikërisht ajo histori e madhe për cilën Kurani i lavdishëm e përmend Musa dhe historinë e tij në 73 vende. Musa alayhi salatu wassalam, historia e tij domethënë ndërruan përmendet në Kur'an mbi 70 sa herë. Ndërkohë që emri Musa alayhi salatu wassalam si njeri dhe si rob i Zotit dhe për njerëzve më të afër dhe më të devotshëm nga 5 profetët alayhi salatu wassalam, duke filluar me Ibrahimin, me Nuhin, me Ibrahimin alayhi salam, me Musa, me Isa dhe Muhammedin alayhi salatu wassalam, ky ishte për ato të cilët i molli Zoti xheleshani i quajti ulul azmi min ar-rusul. I quajti për burrave, të cilët ishin më sabërli dhe njerëz të cilët asnjëherë nuk do të lenin më njan misionin e Zotit. Musa alayhi salatu wassalam, si shkërthen Kurani përmendet në Kur'anin 136 herë emri i tij. Dhe po ashtu dhe historia. Dhe dikush të thotë ka ardhur një thënie kur thuhet që 1/3 e Kuranit sigurisht përmend vetëm historinë e Musa alayhi salatu wassalam. Wa hukka lahu dhalik, dhe ka merituar që Kurani të ketë pikërisht historinë e këtij njeriu, sepse Muhamedi alayhi salatu wassalam në gjithë etapat e jetës së tij, si bashkë, si fëmijë, si tregtar, si udhëheqës dhe si njeri i Zotit, donte të dinte dhe donte të ngëshërohej dhe të merrte ushqim shpirti i tij dhe të ishte vital dhe energjik dhe dinamik ke detyra e Zotit, teksa mësonte për para detyre, për vëllezërit e tyre, për profetët që ishin para tij. Dhe jo më kot kjo histori e Musa alayhi salatu wasalam vjen të kujtohet. Mirë, por qëllimi im nuk është kjo. Unë do më kujtu atë që kujton në Kurani, teksa profeti alayhi salatu wasalam thuhet në natën e Isras dhe Mirajit ka qenë në shoqërinë e Xhibrilit, dhe kur pasën parë Musain pas thonë, "Ky është burr zeshkan." E pas ka pa me pamjet e vet alayhi salatu wasalam, Musai vllai jon pas ka pamjen një zeshkane dhe është burr i brisht. Fuqia që i kishte dhënë modhi Zot Musait ishte sa për të burra. Është pyet zonja e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, cili është ai burr në faqen e dhëut që ka kërkuar Zotit në momentin e këndon. Dhe ka thonë Musai alayhi salatu wasalam i ka kërkuar Zotit pozit, jo për vete, por për të vllain. Dhe historia e tregon te Kurani e jep arsyeën pse ka kërkuar Musain Harun alayhi salatu wasalam dhe pse kanë qenë dy vllaznit afër njëri tjetrit në misionin e Zotit të tokë. Ti burri, përveç faktit që ishte dhënë me çuria, por ishte dhënë edhe kush edhe burrnia dhe dinjiteti. Ti burri, i cili u rrit mes 4 femrave, nonës vet, motrës Asijës, nusës Firaunit, dhe e katërta është
dhe katërta është motra e tij. Bashortja, gruaja, motra dhe asia. 4 gra të cilët i kanë dhënë mysde dhe i kanë dhënë zemër Musait alayhi salatu wasalam. Dhe të hapë sytë një sot që kemi në shtëpia, ne jep një gajret kur vjen të mërzitshëm. E kemi një pikërisht e përçortë e cila kur ke halli sikletë të burr të kaloj të një ulliku të mos. Apo të bëhet ti ke barrën 80%, ta shtodhi zezun edhe të fundos fare. Ndërkohë që besimi këtyre grave, të cilin i përmend Kur'anin ndaj profetit alayhi salatu wasallam me drejt xhamatli vjen edhe thotë, nga burra thotë në dy ullik thotë janë pjek shumë. Po grave të 4. Historia e njerëzimit tonë nga burrat ka njoft emra burrë se cilët kanë bërë histori, kanë qenë heronj e ku diun e trim atje të mëra. Ndërkohë që nga gratë të 4 kanë dalë të mëshme. Dhe numëron profeti alayhi salatu wasalam të parën Asien, nusën e Firaunit, bashortën e Firaunit. Të dytën Mariamën, nonën e Isait alayhi salatu wasalam. Princeshën me cilën e përmend Kur'ani në surën An-Nisa. Dhe e treta që është pjek dhe ka dhënë mend njerëzimit, madje profeti alayhi salatu wasallam ka qenë bashortë e tij Khadija. Dhe e katërta ka ai ka grave që njeh njerëzimi si gratë pjekme dhe gratë të cilët janë qenë jo politik. Sepse sot ne po japim këtyre pozicione, thutje sikur vdiqën 2 milion njerëz që të dalin femër të komandojë popullin tonë. Mirë po, si ti jena ashtu do na vjen edhe takia. Si ti të hoxha sa ti të kopa hoxhës, ai do morë takin mbi dhe që lafën sipër. Është ky person alayhi salatu wasalam që shumë e lidh me fen ton. Do unë nuk doja t'i kaloj shumë histori sepse thash duke qenë që përmendet shumë Kur'an sado që të flason nuk do t'i jap hakun. Por du me thonë vetëm kaq që profeti alayhi salatu wasalam kur erdhi në Medinë xhamatli gjeti hebrejt që aso kohë populloshin Medinën. Dhe e paktën ditë feste dhe festa tyre interpretohej me ritual që ishte ritual i shenjtë pokene. Dhe u njifte në mesin e muslimanëve. Erdhi në Medinë dhe i gjetë që futet duke agjënu. Dhe pyetje profeti alayhi salatu wasalam, ç'ndodh me këtë komunitet njerëzish që unë sot po vin në Medinë po i gjetë ato agjënushëm, çka kanë thotë, cila është festa, cila është riti që këto duhet me respektu. Dhe përshtojnë shokët të ditë thotë, jehudit e madhërojnë dhe shëndërojnë dhe ka mos si ditë feste, dhe ditë veçantë, nga që sot shënohet nga dhënimi fitoria e Musait alayhi salatu wasalam ndaj Firaunit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ngjoi përgjigjen, erdhi dhe tha: "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Ne tha në takon më tepër të menderu Musa'in alayhi salatu wasalam sa të kusht tjetër. Dhe vendos alayhi salatu wasalam që besimtarët në ditën e Ashurës ta gjinojnë të ditë. Dhe këtë ditë që t'jemi të saktë ne, me datën 9 që i bie e diela, pra datën 9 dhe kam gjithmonë fjalën me ditët e muajit Hijri, pra këtë diel agjinon besimtari si respekt ndaj vasijetit dhe porositë që ka lënë profeti alayhi salatu wasalam, që vjen në hadithin Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, që thotë sallallahu alaihi wasallam, dhe ka porosit që kur ti dita Ashura do besimtarët duhet me ngjinu. Mirë po duke qenë që unë edhe ti gjithmonë pyes dhe ves atëherë nëse agjinojmë të ditë, ç'është problemi ka ke Zotit? Dhe për agjinimin dihet ç'është problemi ka. Po se agjinimi kësaj dite, thot alayhi salatu wasalam, "Ahtasibu inda Allahi azza wa jalla an yukaffira anni ma qabl." Thevapi është me shpresu ke i modhe Zotë Gjeleshanu me falë më gjinofet e i vitit kaluar. Dhe hoxhët e kësaj lexon të sot doja të bëja dallimin mes ditës së Arafatit dhe ditës së Ashurës. Dhe që ka pyet njëri i mendshëm, dhe pas ka dhënë përgjigje atë që ndoshta mund ka ardhur edhe i kisha mbi pyetje. Për ditën e Arafatit thot profeti alayhi salatu wasalam, që kush agjinon thotë i modhe Zotë do të fal thotë gjinofet e i vitit përpara dhe të vitit që do vjen. Pra vjen me 24 muaj agjërim. Ndërkohë që nuk thuhet për këtë për ditën e Ashurës. Kush e gjinon ditën e Ashurës, ka thevap mendot që i fshihen gjinofet edhe gjithmonë xhamatlit kemi të qartë, bëhet llafu për gjinofet e vogla, gjinofet e mëdha, të cilët janë të kalibrit që duan tobe dhe duan pishmon, llik dhe duan istighfar, të nuk futen nuk ta lasa gjinimi as e fal as gjë tjetër. I e pengi gjinofet tuaj deri kur ti kthehej Zoti dhe ta kthesh hakun ke robi xhemeton. Shikoj që thevapi i ditës së Ashurës që ka vetëm për Hisen e përpara. Dhe shpytim në Gjozi, rahmetullahi alejhi, që dallimi ka kjo ditë, sepse të dita e Arafatit është dita e muslimanëve, është e jonja fest. Ndaj dhe Zoti ka thonë që agjinoni ditë dhe keni 24 muaj thevap. Ndërkohë që kjo dita e popullit Musait alayhi salatu wasalam.
Dhe ati populli ka dhënë më pak. Dhe themi elhamdulillah që jena musliman që i modhe Zot xhaleshan na jep akoma më tepër. Teksa folet për nganjimin e kësaj dite, Umeti Muhamedi alayhi salatu wasalam vjen dhe përkujton profetët e tjerë. Kur ne e kujtojmë Musajin, Isain dhe njerëzit e tjerë që i modhe Zot xhaleshan ka dërguar, nuk është asgjë tjetër vetëm se me të lidhë ty feja jon me fetë e tjera. Dhe këtu shikojmë një veçantën që muslimanët sot në mesin e tyre, për nderë të atyre njerëzve që i modhe Zot xhaleshan i dërgoi, dhe për nderë të emrin e tyre si profetë që janë vëllezër të Muhamedit alayhi salatu wasalam, gjejmë mesin e muslimanëve ku fëmijë ke vënë emrin Yusuf, e ke vënë emrin Adem, e ke vënë emrin Jakub, e ke vënë emrin Musa, e ke vënë emrin Isa, ndërkohë që kundër ta ndo me komunitete të tjera. Nuk gjejmë në mesin e krishterëve apo jehudive një fëmijë që ta ketë emrin Muhammed. Dhe më thoni vllazni mas kësaj, a ka më tolerancë sa feja jonë që profetin ta respekton, ta beson, madje nuk quhet besimi i plot. Po nuk besova ke Musa, ke Isa, ke Jakubi, Yunusi dhe ke profetët që i modhe Zot ka dërguar më parë. Nuk plotësohet dhe imani besimtarit, po s'besojnë ato të tjerët. Dhe pikërisht dha musliman ka ardhur këtë ditë që ti të respektosh Musajin alayhis salam dhe misionin e tij. Profeti i Zotit pat mision shumë të rëndë tokë, mi mund të ndashë vetëm dy aspekte për ta mbjellë ligjëratën. Ka qenë gjithmonë i angazhuar, sepse populli që ka pas ka qenë popull gatil, dhe këtë e thot Kurani, nuk e thot Hoxha. Nuk ka pas profet të cilin kanë vujt më tepër me imetin e vet dhe me miletin e vet se ka vujt profetët e Zotit me Beni Israilit, me jehudit. Dhe bota do ketë të lloj histori deri në fund. Ai tregon se lëmshit e tij asnjëherë nuk të zgjellet. Dhe nuk do të asnjëherë nuk do të jetë paqja, sado që palët do të vinë dhe do të përpiqen. Sepse paqja e solli Islami do pa prishin tjerët. Alayhi salatu wasalam pas ka qenë në mision të mbledhur Beni Israilit, siç thot Kurani, për të hyrë në Jeruzalemin e Sherif, dhe teksa Musa i ka qenë angazhuar 2 milion njerëz të ty të buzë ku po i rreshton i pari, ka ardhur me leku vdekjes, dhe kjo është hadithe në Buhariu dhe Muslimi është i saktë, ka ardhur me leku vdekjes në formën e robët dhe Musa alayhis salam e ka bën pak mbrapa kështu sikur e ka cuk pak. Dhe duke qenë që profeti i Zotit ishte angazhuar me gjëra të tjera, thuhet se thotë rivajeti ka rënë shpull thotë, derisa me leku vdekjes i ka dalë një sy. Pra, engjë të kthymën në rob. Dhe hadithi vjen edhe shpjegon që me leku vdekjes mas saj shpulle që ka kthy ke i modhe Zot xhaleshanu, kur ky në qiell i kishte thonë që shko merri leje Musait dhe tashmë do ta lësh të dynjolli, pa do të vdesësh. Dhe pas e shku me leku vdekjes i pas e thot modhe Zot xhaleshanu që tim ke çumë ke rob që kishte frikë vdekje, nuk e donte me pa. Ndërkohë që si mos ta thot Habibi me Habibin e vet, i dashmi në qiell me dashmen vet në tokë. E kishte rritë gjysh të vogël. Dhe i modhe Zot xhaleshanu thot me leku vdekjes atë shkon formën tate si engjëj i vdekjes edhe thuj Musait alayhis salam, ka thos Zoti selam sa do me jetu në tokë. T'jap ymën, sa dushte. Dhe pas ka me misionin e Zotit. Dhe hadithi është akoma më i gjatë që thuhet Musait alayhis salam i përshkallon porosi i modhe Zot xhaleshanu që vendos dorën tate mbi lëkurën e kao, sa qime të kapi dora jote, aq vite jetë ke. Nuk do të dalem nga kjo, ndërkohë që Musa alayhis salam ka thonë me qenë se ti je misionar i Zotit dhe i modhe Zot xhaleshanu kërkon që unë në moshën kaq vite ta ndërpres misionin tim dhe ta kryej me shnet, më mirë ke Zoti se sa në tokë. Dhe thuhet që me leku vdekjes pas e vendos dorën e tij mbi kokën e Musait alayhis salam, edhe pas ka lexuar prej ajeteve dhe prej verseteve të Hutit të Uratit, duke nxjerr shpirtin e kësaj krijese të lartë. Profeti alayhis salam vjen dhe thot, ditën ato që shkova unë me Xhibrilin thot, afër varrit të Musait alayhis salam, dhe këtu thot historia e Islamit nuk i gjehet varri këtij personi sot. Do të ta them sekretin dhe çetojnë librat dhe kitabat që si gjehet varri Musait alayhis salam. Varrin e Nuhit edhe mund ta gjesh. Po edhe këtij profeti tjetër mund ta gjesh. Po edhe Muhamedi alayhis salam, varrin e Musait nuk është gjetur. Dhe kjo nuk është shumë e rëndësishme. Sa është e rëndësishme fakti që profeti alayhis salam kur kanë shkuar thot në afër Isras dhe Mirajit, në afër xhamisë së shenjtë thot, në udhimin e madh, e kanë pa Musa alayhis salam dhe marfu varrin e tij ka qenë duke u fal. Profeti i Zotit në varr duke u fal. Dhe kjo kërkon me pas zemra, jo sy. Dikush do thonë kush e shef vdekme aty më lart, kush nuk e shef vdekme. Syu jo nuk dëpërton. Bëhet lavë për syun e imanit, syun e besimit. Dhe dikush nga të para tonë nga thonë që ç'ne më u fal, ndërkohë që robi vjet Ademit, po vdiq po ndroi jetë i mbyllet libri.
Ndërkohë që namazi i Musait alayhi salatu wassalam, si thonë në rivajetet, nuk është urdhër nga Zoti, por këtë nshin falënderimi ndaj Allahut dhe këtë ka bëu amel që deri në ditën e Kiametit ty ti duke u fal dhe mos ndjej vetmin në varr. Dhe të pyes unë edhe veten ty, pa të pyes veten edhe ty që po ti bashkë me mua që ameli ke bëu gati për në varr, me pas deri kur bëhet Kiameti. Po lutë Allah na fuzën e rahmetit dhe mëshirë e tij, sepse jemi keq. Profeti alayhi sallam erdhi dhe dhëpte porosi, imagjino, madje urdhroi edhe gratë, pa edhe fëmijët, thonë konë profeti alayhi sallam, pa edhe njerëzit të cilët i erdhin lajmi më vonë, që duhet imagjino edhe ditë, edhe mes drekës ka thonë alayhi sallam, kush ka hungur për jush, atë ta ndërpresë ushqimin. Dhe kush ka hungur ta bën jetën, mu mes ditës po bëhet dënimi dhe bëhet njerë mu mes ditës. Ideja që të premtohet kjo ditë dhe veçantë e Islamit thotë alayhi sallam për ta mbyllur, thotë nëse të mjapi Zoti i ymër thotë me jetu vitin tjetër, da gjinoj jo vetëm një ditë, por 2. Dhe dihet dallimi që bëhet, që festa jonë mos përkoj me festën e tyre, por atë vit profeti alayhi sallam e mbyll dynjollikun dhe shkoi ke Zoti xhelle fi ula dhe nda porosi i metit. Na bofti madhe Zoti xheleshon për atyre të cilët i ngjëm këshillat e tij. Elus Allah subhanahu wa taala të na shtoni imanin. Elus Zoti xheleshon na ndërçoni imanin. Elus Allah subhanahu wa taala pastroni shpirtat dhe lartësoni shpirtat e madhe Zot. Elus Zoti xheleshon na uzojë ne, familjet tona, ata afërmit tonë, dashmit tonë. Elus Allah subhanahu wa taala të falë të vdekmet tonë, të mëshirojë të gjallët tonë, të falë jetë e shnet vazhnis tonë. Elus Allah xheleshon të japi shnet smumëve tonë, dhe të japi fitore atyre të cilët kanë dalë me dën burrë, ahe dawana alhamdulillahi rabbil alamin.